çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën Ovital, cilësi në 4 stin. Hola. Papà, hola. Mamma mia che favola. Favola, hola. È nata favola. Hola, hola. Hola, la. Oui, hola. Në çdo gjuhë, shia e ka emrin Ola. Mia Ola, gjuha e shijes që na bashkon. Nga Atlas. Ju përshëndes, mirë se erdhët. Mirë se erdhët në program, mirë se erdhët në shije shtëpie, uroj t'jeni mirë. Takohemi këtë mesjavë, takohemi si gjithmonë për të sjellë një përmbledhje, po themi, me shije të mirë, me receta të cilat gjithmonë i duhen shtëpisë, gjithmonë i duhen familjes, gjithmonë i duhen edhe dikujt që jeton vetëm fundja, të shoh një recetë në program, më pas ndoshta edhe në YouTube, dhe të gatuaj, se ushqimi është domosdoshmëri dhe është një nga kënaqësitë më të mëdha të jetës. Gjithashtu do shkojmë tek një tjetër kënaqësi, tek një tjetër formë lumturie, gëzimi, siç është të festuarit, sepse kështu do të jetë ora e dytë e programit. Le ta shohim pak përmbajtjen. Zbulojmë së pari recetat që zonja Vjollca do të sjellë sot. Receta me kungulleshka, perfekte për një vakt të shpejtë dhe të shijshëm. Dhe receta e dytë makarona me salcë dhe kërputa. Vera po vjen, çfarë ofron Tirana, evente dhe aktivitete? Për këtë do të flasim, po gjithashtu sa dhe si festojnë sot të rinjt. Pra e gjitha kjo përfshir jo thjesht jetën e natës, sepse ka edhe një trend të ri tani më që festohet në drek, festohet ditën, ka nisur edhe në Tiranë një praktikë e tillë. Patjetër që filloi në vende të tjera të botës, u shpërndai në rrjetet sociale dhe menjëherë ishin të gatshëm ta sillnin këtu ata të cilët janë organizues eventesh, lokale të ndryshme, për të bërë fest party me DJ edhe në orën 12 të drekës. Po edhe jeta e natës mbetet, besoj, aktive, për këtë do të flasin ata që din se çfarë bëhet, se unë nuk bë kohë që nuk kam më jetë nate. Është jetë natë me qumësht e me biberon, por gjithsesi të rinjt festojnë, ata që janë në kulmin e tyre, në kulmin e moshës, në kulmin e kënaqësisë, në mundësinë për ta shijuar kohën. Në vijat përgjithshme kjo përfshir këtu dhe evente të ndryshme që organizohen në Tiranë. Tani do të shkoj tek zonja Vjollca, të nisim menjëherë me recetat e ditës. Ja, po është zonja Vjollca. Mirëmëngjes zonja Vjollca.